Alba ndahet live nga partneri, I lë edhe një mesazh. Mbrëmja e sotme e Prime në Big Brother VIP Kosova ka rezervuar një nga momentet më të papritura të këtij edicioni. Një situatë që nisi si provokim mes banorëve, ka përfunduar me një deklaratë të fortë nga Alba, e cila ka njoftuar drejt për drejt ndarje nga partneri I saj jashtë shtëpisë. Gjithçka nisi kur grupi I banorëve me Tonin në krye vendosi të fshehë stiqin e Albës, një lodër pellushi që për banoren ka një vlerë të madhe sentimentale, pasi është kujtim nga njeriu I saj I zemrës. Por, ajo që pritej të ishte një dinamik loje, preku një tel të ndjeshëm tek Alba. Reagimi I saj nuk ishte thjesht për objektin e humbur, por shërbeu si katalizator për të shprehur pakënaqësinë e akumuluar ndaj mungesës së mbështetjes nga jashtë. E prekur dhe zhgënjyer, Alba nuk I kurseu fjalët, duke I dhënë fund lidhjes në transmetim direkt. Ajo theksoi se përkushtimi I saj do të kishte qenë maksimal, ndryshe nga çfarë ka marrë mbrapsht. Për një muaj do e rrotulloja botën. Nuk kam pse të merrem me një njeri me fjalë boshe pa vepra. Mungesa e përkrahjes nga ai nuk meriton asnjë takim, u shpreh ajo e revoltuar. Alba zbuloi se kjo nuk ishte një rrufe në qiell të hapur. Ajo pranoi se marrëdhënia e tyre ishte në krizë edhe para se ajo të bëhej pjesë e formatit, duke përshkruar situatën me shprehjen popullore. Kemi qenë para bigut në situatën hypse të vrava, zbritse të vrava. Stiqi më nuk ekziston. Nëse najher për mua të merr malli, ta dish se nuk për me më gjet më. Dhe lajmin e fundit që dua të them, nuk kam më nevojë as për mbajtjen e fjalëve bosh, as për mesazh, as për dron, sepse ka marrë fund çdo gjë, me gjithë mungesën e veprimit, tha Alba. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.